pushime dhe ikin me kujtime të shumta dhe rikthehen në Imar për të përjetuar kujtime të tjera të bukura. Pra, gjithsesi, problematika nuk mund të fshihemi, duhet ta pranojmë që si rezultati i fluksit të shtuar, kjo shoqërohet edhe me probleme të ndryshme të cilat ne përballemi çdo ditë dhe përpiqemi që ti kalojmë këto probleme. Për ne janë sfida, patjetër. E kuptoj. Ka dhe një pyetje të fundit, zoti Tavo, përpara se t'ju lë të lirë, meqense është Flavio. Kam ja dy kuriozitete të vogla për zotin Tavo. E para një, më duhet me keqardhje të konstatoj që ka pasur një problem me ujërat e ndotura të detit si vjet, edhe pse ju e inauguruat vjet, nëse nuk gaboj, impjantin e ujërave të zeza dhe ka pasur problematika në këtë aspekt, po shpresoj që t'jenë duke u zgjidhur në këto momente. E dyta, me sa mbaj mend, duke qenë se i kam ndjekur nga afër zgjedhjet në Imar, një nga premtimet tuaja më bombastike ishin 600 tapit që i kishit në Sirtar. Me sa mbaj mend, kështu ka qenë deklarata, a kanë dalë nga Sirtari ato 600 tapit dhe sa është numri i himariotëve që gjatë kohës që jeni ju kryebashkiak kanë investuar në hoteleri. Pra sa himariot banor të bashkisë aty kanë hapur hotele vogla të mëdha të mesme, nuk e din varësi. Ja t'japi një përgjigje zoti Tava. Flavio, e para njerë nuk duhet të dezinformojmë opinionin duke thënë që kanë qenë ujëra të ndotura. Absolutisht, ka pas një problem me ujin në Spile dhe në Potam, por gjithë analizat, nuk jam i përgatitur sinqerisht, do isha gati t'ju tregoja dhe këtu se i kam analizat në zyrë, por jam larguar nga zyra, analizat që janë bërë në Institutin e Shëndetit Publik kanë dalë që uji nuk ka qenë i ndotur dhe këtë duhet ta sqarojmë një herë mirë, po është një fenomen që ka ndodhur çdo vit, por që nuk ka të bëjë me ndotjen e detit, se rezultati i rritjes temperaturave dhe unë personalisht duke qenë se nuk e kam përjetuar më përpara, sepse sikur se ju thash, kam vetëm 2 vite në Imar, isha shumë i shqetësuar, por më kanë qetësuar më tepër banorët e Imarës dhe peshkatarët e Imarës, ku më kanë thënë, kryetar, më kanë ndaluar në rrugë sinqerisht dhe janë, nëse do ta dish politikisht të krau tjetër, por kjo nuk ka rëndësi, pak rëndësi ka, dhe më kanë thënë që kryetar mos u shqetëso, ky është një fenomen që ndodh çdo vit dhe nuk ka lidhje me ujërat e ndotura, por është fenomen natyrar që ndodh çdo vit në të njëjtin sezon në Imar. Pse nuk janë të ndotura sot? Pra, nuk ka të bëj. Uji që del nga impjanti që derdhet realisht shkon në det është totalisht i pastër, janë bërë të gjitha testet. Kemi testuar gjatë asaj atyre ditëve që realisht uji ka pas ngjyrën jeshile, kemi testuar të gjitha stacionet e pompimit. Unë personalisht kam qëndruar në kokë, edhe pse nuk është detyre bashkisë, por moralisht i takon bashkisë të merret, dhe nuk na ka rezultuar asnjë pikë ndotje ujërash të zeza në det. I lutem shumë, këtë duhet ta sqarojmë një herë e mirë për dhe opinionin publik, por dhe ata që kanë qenë ato ditë të qetësohen dhe që kanë qenë ato ditë në Imar, të cilët e kanë parë që deti është pastruar totalisht tapivë si përmarrës dhe himariot, lutem. Atëre, urdhoni? Për çështjen tjetër që ju pyeta. Po, pyetja e dytë, po. Atëre, unë asnjëherë nuk kam thënë që kam 600 tapi në Sirtar pa marrë detyrën si kryetar bashkie. Këtë e kam thënë dhe po e them prap. Sot jam përcjell po Flavio, nuk e kam thënë sepse nuk kam qenë kryetar dhe s'kisha Sirtar atëre. Në rregull? Pastaj dini që unë kam qenë aty, besoj. E kam ndjekur fushatën. Kam raportuar. Para zgjedhjeve, ditë në zgjedhjeve pas. I dashur, ke qenë, po nuk isha afër me që ta dëgjoje mirë. Atëre, në Sirtar kanë qenë dhe që kanë marrë qytetarët e Imarës mbi 3000 tapi shtëpie. Mbi 3000, dhe e them me përgjegjësi sepse realisht e kam ndjekur vetë personalisht. A kanë marrë të gjithë? Jo, Flavio, nuk kanë marrë të gjithë. Për shumë arsye. E para njerë sepse qytetarët e Imarës nuk janë të gjithë në Imar rezident, dhe që të marrësh tapi duhet ndodhesh atje që të vinë të bëjnë matjet ASHK-ja, pra specialistët e ASHK-s, dhe që unë nuk kam ku t'i gjej sepse realisht disa janë në Greqi dhe në vendet tjera të botës. Kështu që tani në verë që vinë, ne jemi të angazhuar përsëri me ASHK-n që të vazhdojmë procesin, që të kompletohen të gjithë qytetarët me tapit e shtëpive. Të vim pastaj tek çështja e pronave, se nuk është për mua nuk është çështje kryesore. Nuk është çështje kryesore shtëpia, po është dhe pronat e tjera. Duket sikur nuk ka të bëjë me temën, më falni vetëm për sqarim.
duket sikur nuk ka të bëjë me temën, por më herët këtu bëm një debat për vizionin e turizmit dhe ajo që mua personalisht më bën përshtypje është se cili është ky vizion turizmi i mazhorancës që na sjell këto hotele, na kërkon të sillen kaq shumë turist dhe nuk e shohim këtë para të shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë ke komunitetet lokale. Dhe për këtë ju pyeta në formë të tërthort sa banorët Himarës janë bërë sipërmarrës të vegjël të cilës do përmas hotelerie që kur jeni ju kryetar bashkie nuk kishte asnjë nënkuptim dashakeq, ishte statistike paste. Sa janë shtuar gjatë kohës që jam unë, apo sa janë në total deri më sot? Jo, sa banor himariot janë shtuar si sipërmarrës hotelerie që kur jeni ju? Unë mund t'ju them që ndoshta jo vetëm hotelerie, por ka shumë himariot që janë kthyer. E para njerë gjatë sezonit, kjo nuk ndodh vetëm në këtë 2 vjeçar që jam unë, ka ndodhur gjithmonë, ndoshta janë shtuar, por gjatë sezonit himariotët kthehen dhe merren gjatë gjithë sezonit turistik me turizëm, pra kanë strukturat e tyre akomoduese, pavarësisht se nuk janë hotele të mëdha, po kanë dikush ka 20 dhoma, dikush ka 15, dikush ka 32 dhoma kanë himariotët. Dhe vinë dhe qëndrojnë 6 muajt e verës, qëndrojnë në Himar dhe kanë biznesin e tyre familjar, apo e keni parasysh, domethënë kanë një strukturë akomoduese që presin dhe përcjellin vizitor. Nga ana tjetër mund t'ju them që gjatë kësaj periudhe me kënaqësi konstatoj se janë kthyer një numër i konsiderueshëm të rinj në Himar për shumë aktivitete, jo vetëm për turizëm, por dhe shumë aktivitete tjera dhe jetojnë sot në Himar. Flavio, të lutem shiko nga unë në kamerë, mos shiko nga Erla, se Erla atje ke, unë do iki tani. Pa. Mirë, zoti Tavo, të falenderoj shumë për informacionet, sezon të mbar. Sezon të mbarë. Gjithashtu kalofshim mirë. Ju presim në Himar, po gjitha shikoni nga afër Himar. Po s'ka dhoma, gati jemi ne të vim, po na gjete në një dhomë, se s'ka dhoma, the. Edhe pse jam në Himar për ditë dhe kryetar, vështire kam dhe unë, po gjithsesi do bëjmë diçka. Bëj shaka. Ju mirëpresim. Punë të mbarë, zoti Tavo. Shkojmë një hapësirë publicitare, se jemi me shumë vonesë, pastaj rikthehemi në pjesën tjetër që na ka mbetur.